Përshëndetje, jemi në edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Do të ndalemi te procedimet penale për të gjithë ata që kanë zaptuar hapësirat publike për vend parkime, për shit blerje apo dhënie me qerata automjeteve. Këtë të premte ka nisur në Vlorë aksioni nga Komisariati i Policisë së Vlorës në bashkëpunim me strukturat e krimit ekonomik dhe Policinë Bashkiake për lirimin e hapësirave publike. Procedime penale për gjithë ata të cilët zënë hapësirat publike me vende ku kryen shitblerje apo dhënie me qerata automjeteve. Aksioni i nisur nga Komisariati i Policisë së Vlorës në bashkëpunim me krimin ekonomik dhe Policinë Bashkiake të Vlorës. Aksioni është përqendruar kryesisht në rrugën transballkanike, por ndërkohë sipas informacioneve zyrtare pritet që ai të vijojë në ditët e ardhshme në të gjithë qytetin e Vlorës. Procedime penale për të gjithë ata që kanë zaptuar hapësirat publike duke i përdorur ato si vend parkimi për shitblerje apo dhënie me qerata automjeteve. Aksioni ka nisur këtë të premte nga Komisariati i Policisë së Vlorës në bashkëpunim me strukturat e krimit ekonomik dhe Policinë Bashkiake. Sipas informacioneve zyrtare, të gjithë personat që kanë zënë në mënyrë të paligjshme hapësirat publike jo vetëm që do t'u largohen automjetet dhe do të ndëshkohen me gjoba sipas ligjit, por dhe do të përballen me procedime penale. Autoritetet bëjnë me dije se ky aksion synon lirimin e hapësirave publike për qytetarët, si dhe vendosjen e rregullit në përdorimin e tyre. Gjithashtu, u bëhet thirrje të gjithë qytetarëve dhe subjekteve që të respektojnë ligjin dhe të mos i përdorin këto hapësira për qëllime private apo përfitime ekonomike të paligjshme. Aksioni pritet të shtrihet në të gjithë qytetin e Vlorës dhe do të vijojë dhe në ditët që vijnë me kontrolle të shtuara në zona të ndryshme problematike. Në Lukov, një nga fshatra turistik të Himarës që ofron pamje të bukura natyrore me plazhe të qeta dhe pyje përreth, po vijon puna për shtrimin e rrugëve të brendshme. Kryetari i Bashkisë Himar, Vangjel Tavo, bën me dije se deri më tani ka përfunduar rikonstruksioni dhe shtrimi me beton i rrugës së lagjes së Kostit në këtë fshat. Në Lukov, një nga fshatra turistik të Himarës që ofron pamje të bukura natyrore me plazhe të qeta dhe pyje përreth, po vijon puna për shtrimin e rrugëve të brendshme. Sipas zyrës së shtypit, Bashkia Himar bën me dije se deri tani ka përfunduar rikonstruksioni dhe shtrimi me beton i rrugës së lagjes së Kostit në këtë fshat. Bashkiakët theksojnë se Lukova është një prej destinacioneve më të rëndësishëm turistik të Bashkisë Himar, ndaj dhe po punohet për të përmirësuar kushtet e infrastrukturës. Sipas bashkiakëve, investimet në Bashkinë e Himarës në këtë drejtim synojnë të përmirësojnë cilësinë e jetesës për banorët vendas, por dhe rritjen e standardeve të turizmit. Policia e Sarandës arreston në flagrancë për veprat penale shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë dhe punësimi i palishëm një 40 vjeç banues në Ksamil, administratori një lokali po në Sarandë, pasi gjatë punës në këtë lokal ka humbur jetën një 33 vjeçar banues në Sarandë, i cili ishte i punësuar në mënyrë të palishme. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë së Sarandës arrestuan në flagrancë për veprat penale shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë dhe punësimi i palishëm një shtetas 40 vjeçar banues në Ksamil, administratori i një lokali në Sarandë, pasi një ditë më parë, gjatë punimeve në këtë lokal, ka humbur jetën një shtetas 33 vjeç banues në Sarandë, i cili ishte i punësuar në mënyrë të palishme. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën si pasojë e kontaktit me rrymën elektrike, ndërsa vijojnë hetimet për dokumentimin e rrethanave të rastit. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në drejtorinë vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një shtetas banues në Vlorë, pasi një ditë më parë në aksin rrugor Vlorë-Kuç, automjeti që drejtonte është përplasur me një automjet tjetër me drejtues një shtetas banues në Himar. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar 2 pasagjerë të automjetit të shtetasit me iniciale IG, njëra prej të cilave vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e stacionit të policisë së Dërmiut referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin penal për një shtetas 53 vjeç banues të fshatin Dërmi, pasi ka kallëzuar një stetase banuese në këtë fshat, sa ai ka dëmtuar tokën në vendin e quajtur Llangalla, duke hedhur inerte dhe materiale ndërtimi. Po ashtu një 50 vjeçar banues në Vlorë pasi në fshatin Dërmi ka ndërtuar një objekt pa leje. Materialet për të gjitha rastet tashmë janë referuar prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.
Goditja e tregu të pasurive të paluajtshme në Dubai për shkak të sulmeve në lindjen e mesme, një mundësi për zonat bregdetare shqiptare, veçanërisht për Vlorën dhe Sarandën. Sipas agjentëve imobiliari, investitorët ndërkombëtar që më parë shfrytëzonin Dubai për blerje prone, tani po i drejtohen Shqipërisë. Goditja e tregut të pasurive të paluajtshme në Dubai për shkak të sulmeve në lindjen e mesme po shndrohet në një mundësi të re për zonat bregdetare shqiptare, veçanërisht për Vlorën dhe Sarandës. Sipas agjentëve imobiliar, shumë investitorë ndërkombëtar që më parë shfrytëzonin Dubain për blerje pronash, tani po drejtohen në Shqipëri, duke parë këtu një alternativë më të sigurt dhe me rritje potenciale. Sipas tyre, të gjitha kapitalet që vendosen qoftë në mënyrë formale apo informale, shpesh investojnë në pasuritë paluajtshme. Në Dubai, pas fillimit të luftës në lindjen e mesme, 30 deri në 70% e pronave kanë humbur vlerën. Ekspertët theksojnë se Shqipëria nuk është ekspozuar ndaj konflikteve apo luftrave dhe për këtë arsye shumë investitorë të huaj që dikur i investonin në Dubai po marrin në konsiderat rivierën shqiptare si destinacion të ri për investimet e tyre. Sipas ekspertëve imobiliar, tashmë po shfaqet faza fillestare e interesimit ku disa shoqëri që blinin prona në Dubai po shqyrtojnë mundësinë për të investuar në vila dhe apartamente në Shqipëri, me qëllim kthimin e kapitalit përmes qiradhënies apo rritjes së vlerës së pronave. Ky trend pritet të rrisë kërkesën dhe të ndikojë gradualisht në çmimet e pronave në zonat premium bregdetare të vendit. Ndërkohë, siç mësohet, vitet e fundit Dubai u bë shumë tërheqës për pasuritë e paluajtshme, sepse u perceptua si një streh sigurt për kapitalin ndërkombëtar, me taksa shumë të ulta, lehtësi për të bërë biznes dhe një treg që ofronte kthime të larta nga qirat dhe rritja e vlerës së pronës. Do të rikthehemi me aktualitet. E pikërisht referuar ngjarjes së pak ditëve më parë kur një qen i llojit pitbull sulmoi vajzën 4 vjeçare, ka reaguar dhe ka pasur reagime më saktë dhe nga animalistët. Administratorja e qendrës së përkujdesit të kafshëve Protect Me, Liliana Breshani, duke treguar pse të tilla kafshë sulmojnë, apelon që kafshë të tilla si pitbullit, të cilat kanë pronar, duhet të lëvizin me maska mbrojtëse dhe me zinxhir. Referuan ngjarjes së rëndë të ndodhur disa ditë më parë ku një qen i llojit pitbull sulmoi një vajzë 4 vjeçare, kanë reaguar edhe animalistët. Duke i uruar shërim të shpejtë vajzës, animalistja Liliana Breshani shprehet se sa i përket ngjarjes, ajo ka ndodhur pasi vajza e vogël, duke dashur të luante me qenin, i ka hedhur këtij të fundit një top. Më pas, sipas Breshanit, voglushja ka kërkuar që topin t'ia marrë sërish, e në këtë moment qeni e ka sulmuar. Kemi qenë të informuar dhe hapasapim mbas çdo lloj situate që ndodhi. Mua më vjen shumë keq që kjo situatë u përsërit në qytetin e Vlorës. I uroj shërim të shpejtë vajzës vogël, e cila për fajin e të tjerëve ajo pësoi një lëndim. Është një situatë e përsëritur pasi jemi në vitin 2026 dhe çdo vit flasim të njëjtat gjëra. Breshani tregon edhe arsyet pse të tilla kafshë sulmojnë. Sipas saj, qenë sulmojnë edhe kur kërkojnë të luajnë, por edhe kur kërkojnë vëmendje. Gjithashtu sipas Breshanit, sulmojnë edhe kur janë në turma apo u cënohet territori. Nuk e di sa njohën si kafshëve jeni ju, por ata që njohin kafshët e din shumë mirë një qen, për më tepër një pitbull, kur është në atë moshë, se është në moshë, ai duhet të jetë një 8-9 muajsh, nuk është i madh. Kërkon të luaj, kërkon vëmendje dhe e ka me atë formë loje. Dhe unë jam kafshuar nga kafshët. Dhe këtu në Streng, nga kafshët që i kam rritur vetë. Dikush të vjen të kafshon si kërkon pak vëmendje, apo kur janë duke u zënë turmat e kafshëve dhe t'i shkon për të ndarë dhe për të qetësuar situatën, kafshat kafshon. Është një temë shumë e gjerë, është një temë shumë e madhe, kërkohet shumë konsultim publik, kërkohet shumë bashkëpunim, edukim. Njëkohësisht në rolin e administratores së qendrës së përkujdesit të kafshëve Protect Me, Liliana Breshani pohon se kafshët tilla si pitbullit, të cilat kanë pronar, duhet të lëvizin gjithmonë me maska mbrojtëse prej hekuri në pjesën e gojës si dhe me zinxhir. Sipas ligjit, ajo kafshë duhet të shëtisi me litar, i shoqëruar nga pronari dhe maskë. Jo vetëm kafshët pitbull, por të gjithë kafshët e tjerë të cilët pronarët e din që ka rrezikshmëri ose ka impakt frike në komunitet. Rasti i 4 vjeçares duhet të shërbejë si një këmban alarmi edhe për pushtetin lokal dhe qendror, në mënyrë që të reagojnë në kohë për ndërtimin e strerzave të kafshëve,
por edhe për garantimin e proceseve të sterilizimit, vaksinimit si dhe trajtimit të kafshëve. Ndalemi te të miturit të cilët kryejnë vepra të ndryshme penale, Drejtoria e Shërbimit të Provës në Vlorë ka administruar të gjitha rastet. Sipas drejtorit të Shërbimit të Provës Vlorë, Francesco Muçaj, flitet për të mitur që janë përfshirë në vepra penale, por jo vepra të rënda, të cilat janë në kundërshtim me ligjin, të ndikuara dhe nga faktorë të ndryshëm. Drejtoria e Shërbimit të Provës në Vlorë në bashkëpunim me institucionet e drejtësisë që janë gjykata e shkallës së parë, ka administruar të gjitha rastet që kanë të bëjnë me të miturit që kanë kryer vepra të ndryshme penale. Sipas drejtorit të Shërbimit të Provës në Vlorë, Francesco Muçaj, janë disa rastet kur të miturit janë të përfshirë në vepra penale, por kryesisht bëhet fjalë për vepra jo të rënda në kundërshtim me ligjin, të ndikuara edhe nga faktorë të ndryshëm, si përdorimi i teknologjisë. Drejtoria e Shërbimit të Provës Vlorë ushtron funksion në marrëdhënie të ngushtë me prokurorin pranë gjykatës shkallës parë të Kryqëzimit të Përgjithshëm Vlorë për trajtimin e të miturve në konflikt me ligjin, ashtu si dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës. Muajt e fundit ja përfshi edhe vetë në mënyrë aktive në hartimin e raporteve individual të vlerësimit për të miturin konflikt me ligjin dhe konstatoj që nga Drejtoria e Shërbimit të Provës Vlorë administrohen qoftë kërkesa për hartimin e raporteve individual të vlerësimit nga prokuroria, po ashtu dhe urdhër ekzekutimi për vepra penale me objekt të miturin konflikt me ligjin, kryesisht vepra të lehta penale që kanë të bëjnë me cenimin e marrëdhënieve komunitet për shkak të zhvillimeve të teknologjisë, përdorimit të monopatinave, të motorave elektrik, dhe janë në raste shumë të ralla ato vepra të cilat kanë të bëjnë me një rrezikshmëri pak më ndryshe shoqërore të miturve konflikt me ligjin. Muçaj thekson njëkohësisht rëndësinë që këta të rinj të përfshihen më pas në aktivitete të ndryshme, si dhe në zgjedhjen e një profesioni, në rastet kur vijojnë me arsimin e tyre. Shërbimi i Provës mundohet që në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë, me Njësinë e Mbrojtjes së Drejtave të Fëmijës dhe Drejtorinë e Shërbimit Social, po të Bashkisë Vlorë, të mbështesi reintegrimin e plotë të miturve konflikt me ligjin në shoqëri, nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Punës dhe Aftësive Vlorë dhe Qendrës Rajonale të Formimit Profesional Publik Vlorë, mundohemi që për të rinjtë të cilët e kanë të pamundur të ndjekin shkollën për një arsye apo për një tjetër, apo që kanë mbushur moshën dhe kanë përfunduar arsimin e detyrueshëm dhe nuk zgjedhin që të vazhdojnë më formimin e tyre shkollor, të mundohemi që të japim dhe të sigurojmë formim profesional përkatës sipas kërkesave dhe specifikave dhe emergjencave të tregut të punës në qytetin e Vlorës, dhe pastaj nëpërmjet AKPO-s të mundohemi të gjejmë një marrëdhënie punësimi të qëndrueshme për të krijuar të ardhura me dinjitet. Të miturit dhe të rinjt nën moshën 18 vjeç janë përfshirë në raste të ndryshme në kundërshtim me ligjin, ndërsa synimi kryesor mbetet reintegrimi i tyre në komunitet. Vlora i përkujton dëshmorët vetëm në ditët ceremoniale, ndërsa askush nuk kujtohet të shohë dhe të vizitojë varrezat e dëshmorëve në përditshmëri, teksa shumë prej varreve janë të thyer, të dëmtuar e shumë të tjerë gati të shkatruar. Vlora i përkujton dëshmorët të cilët dhanë jetën për liri në ditën e çlirimit të vendit apo në ndonjë ditë tjetër kur kujtohen të përkujtojnë edhe ditën e çlirimit të qytetit. Vetëm në këtë ditë të gjithë kujtohen që dëshmorët ekzistojnë, ku pushteti organizon aty ndonjë aktivitet për të mbajtur fjalimin e rastit, sa për media e vetëm kaq. Gjithashtu edhe ndërmarrjet e qytetit vijojnë të pastrojnë nga mbeturinat, barishtet apo shkuret, varrezat e dëshmorëve vetëm disa ditë para këtyre aktiviteteve. Më pas, gjatë ditëve të vitit, edhe këto ndërmarrje harrojnë, e kjo bën që gjendja e varrezave të dëshmorëve ndër vite mos të jetë në lartësinë e duhur, në nderimin dhe respektin e atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Dëshmorët, ata që dhanë jetën për lirinë e vendit tonë, nuk duhet kujtohen vetëm një ditë në vit, por përkujdesja për vendin ku ata prehen duhet të jetë çdo ditë. Gjendja e varreve sot lë shumë për të dëshiruar, ku shumë varre janë dëmtuar, e ndërsa të tjerë janë mbuluar edhe nga barishtet. Për të përshkruar gjendjen e varrezave të dëshmorëve, të mjafton të shohësh pamjet në ekran, ku dallohet qartë se shumë prej varreve janë të thyer, të dëmtuar e shumë të tjerë thuajse të shkatruar. Në disa prej këtyre varreve ku prehen luftëtarët e lirisë, mungojnë pllakat me emërtimet, e në shumë prej tyre të tjera. Prej vitesh nuk është marrë mundimi as të shkruhet emri. Disa prej varreve të dëshmorëve të kombit janë mbuluar nga bari e shkuret, e askush nuk e merr mundimin t'i pastrojë.
Në shumë prej vareve, sot për shkak të kohës shumë të gjatë, mermeri i tyre është kthyer në ngjyrë të zezë për shkak se nuk është pastruar, as mirëmbajtur. Këto pamje janë një këmban alarmi për institucionet lokale për t'i kthyer syt edhe nga varezat e dëshmorëve. Ju përshëndesim për vëmendjen, ju falenderojmë njëkohësisht. Mirupafshim.